Ajibe Rabbuna min rëgjulejni. Allah thot është shumë i befasum, i mahnitur me 2 persona. Mani men vëllazër, këta 2 persona. I pari thot është rëgjulun. Thare an vëtaihi wa lihafihi min bejne hibbihi wa ehlihi ila salatihi. Personi i parë është ai person i cili e braktis shtratin e vetë, e braktis jargonin e vetë, dyshekun e vetë, nxehtësien e vetë, familjen e vetë, yekumu ila salatihi, edhe ngritet e fal namazin e sabahit. Allah i po mahnitet. Çfarë po len e ku po shkon? Vështërsi me mor abdes, vështërsi mu ngrit, ndoshta nuk je mirë me shëndet, ndoshta kije ftofje, ki andh, ki gjithçka, mirë po pelshën atë nxehtësi, pelshën ato të mira, edhe po shkon e pe fal namazin e sabahit. Ja melaike undhuru ila abdi, o ju melaçe, po shiqeni çka kam tokën e çfarë njerëz kam, çfarë besimtar kam, se melaçet ju ankun Allahut kur e kryen njeriu. I tha e takhluqu men yasfiku dima, tha po krijon than tokë ato që kanë me derë gjak, edhe kanë mu vra, e kanë me vjedh, e kanë mu rra, e kanë mu bon lëlle konflikti. Allah tha inni a'lemu ma la ta'lemun, tha unë i di do gjona që ka ju nuk i dini, dhe në mesin e tyre kam e pasë rob të mirë që kanë mi braktis këtë mirat vetëm u lidh me Allah në Gjeleshanuhu. Rëgjaan lehu, pse e braktis a i shtratin, dyshekin, jargonin, familjen, pse i braktis? Se shpreson në shpërblimin e Allahut në xhenet. Kur të kthehemi natën e vorrit, kur të ringjallemi te Allahu Gjeleshanu, në që ato shpreson, edhe thot ai i braktis krejt. Kime këtë person po mahnit ka Allahu Gjeleshanu. Dhe i dyti person thot rajulun gaza fi sabilillah fanhazama ashabu faraja hatta uriqa damuhu ma ashabihi. Edhe personi di që Allah thot është shumë i mahnitur, edhe çuditet. Mahniti i Allahut nuk kupton shpërblime të pakufishme për veprën që e ban, për punën kapitale që e ke bënë. Edhe thot po mahnitet me personin i cili është në vijën e frontit, është duke luftu, është në luft, edhe ju kanë vrarë këtë shokët. Ju kanë vrarë këtë shokët e tij. Edhe tash kitë vetëm në fort me shpëtu jetën e ka me hik, edhe kush nuk e ndalë për me hik, por me pështu jetën e vetë edhe mu këthin familje. Po çka ban ki? Nuk e ban këtë, po kthehet të shokët e vetë, edhe vritet, edhe derë gjakun, zbashku me shokët e vetë, edhe nuk i trahton. Allah i thot oj me laçe, shiqoni çfarë robi, thot kam unë në ftyrën e tokës, thot nuk i trahton vijën e frontit, nuk i trahton shokët e vet, edhe ai don mu vra aty ku janë vrarë këtë shokët e vet. O vllazër, ta vesh me analizuar luftën tonë tu çkës, edhe me analizue kjo fjalia, po kjo hadithi për Pejgamberit alayhis salam, mund është me shkruajt një libër të tërë për këtë vepër, për shok, për ata të cilët e kanë mbajt njëri tjetrin, e kanë përkrahur njëri tjetrin, po dhe në fund nështë kanë ra edhe dëshmor për këtë vend, edhe kanë ra dëshmor për këtë vej. Vllazër, kur i tregoj këto hadithe une, këto janë hadithe që nuk ju del kur ngjyra dhe boja. Se këto citata veç mujnë me na u përsëritën. Rinia jonë duhet mu edukue me ditë vlerën e atë dheut, duhet me ditë vlerën e uçk-s, duhet me ditë vlerën e kësaj lirie që e kemi, po duhet mu përgadit edhe për matë zezën. Duhet mu përgadit edhe për matë keqen, se armikun e kemi të keq, Serbia është e ligë, është e fliqt, është e pist, të natë këshijat i ka, e kër e kini armik kështon, duhesh me konë shumë i vëmendshëm, duhesh me konë shumë i vedishëm, edhe duhesh me ditë rrezikun se ku ije. Dhe ne si popull vllazër, këto fjalë pejgamberit alayhis salam gjithmonë duhet mi majt me veti, edhe në shpirt, edhe në zemër. Fatkeqësisht vllazër, këto gjona vetëm na për xhaminja ligjerohen. Shkollat tona janë shumë të varfëra. As që din rinia jon, as çka është UÇK-ja, më shumë din për do ushtri të Indijës e të Pakistanit të anë rinia jon, se që atë din ti për UÇK-n, ose din për ata që kanë liftu, ose kanë derë gjak. Kjo është fatkeqësi edhe kombëtare, edhe shoqërore, edhe gjithçka vllazër.